nuk e ka të drejtën nën kryetari. Kryesuesi i Kuvendit Komunal të Ferizajt dhe këshilltarët komunal kanë reaguar sot ndaj deklaratave të djeshme të nën kryetarit të komunës Xhavet Zariqi, i cili pati thënë se po të ishte ai kryesues, do t'i dërgonte këshilltarët në shtëpi derisa të disiplinoheshin dhe se kryesuesi Faruk Guri do të duhej të udhëhiqte më mirë seancën e fundit. Kryesuesi Guri tha se nënkryetari ka bërë një gafë të madhe, ndërsa këshilltarët i dërgonë në shtëpi vetëm vota e qytetarit. Nuk e ka të drejtën nënkryetari që të bëj vlerësimin e punës kuvendit. Nuk e ka. E ka dikush tjetër të drejtën. E kanë të drejtën e vlerësimit punës kuvendit e kanë qytetarët. Një prononcim i tillë ka qenë prononcim i pamatun. E nënkryetarit, sepse të thuash se do t'i kisha quar në shtëpi anëtarët e kuvendit, kjo nuk dhe si ta quaj njeri për pos një gaf të madh politik, sepse ne jemi të zgjedhur të popullit, ne popullin e ka pru këtu dhe popullit do t'na qoj në shtëpi. E fyer është ndier edhe këshilltarja Mimoza Sojeva Pajaziti nga radhët e PDK-s, e cila tha se nënkryetari nuk duhej të shprehte mbledhjen e tij te këshilltarët e tjerë, vetëm se ata të partisë së tij nuk ja votuan pikat e rendit të ditës. Asamblesët e Kuvendit Komunal Ferizajt e bëjnë punën e tyre dhe nuk po mduket diçka që është e pa edukat, siç i quajnë zotri Zariqi, nuk po mduket diçka etike, edhe nuk duhet mos në këtë mënyrë siç është sill ai me asamblesët. Kështu që dhe të ketë kujdes në herav tjera që zotri Zariqi të mos bërë kësi fyrje se nuk po duket që është diçka e pa edukat siç e quajnë ai. Por nënkryetari thot se nuk ndron mendim sa i përket deklaratave të djeshme, ai madje sot i sforcoi edhe më shumë. Po unë mas pari më në thëmë se jam shumë i gëzuar që deklarata jeme i ka zgju nga gjumi pak, me pa që janë fjet dhe nuk kanë absolutisht interes për atë çka janë thirrur, sepse në seancat e Kuvendit komunës nuk shkohet pa u përgatit, nuk shkohet pa e lexuar materialet, nuk shkohet në seancë pa pas vëmendje se çka ndodh në atë seancë, çka kërkohet, çka propozohet, çka diskutohet, dhe ajo ka qenë mendimi im dhe është mendimi im se vërtet nuk kanë përkujdesje për rrjedhën e seancës. Shumica e këshilltarëve komunal dhe atë që kam thonë se do t'i çajnë në shtëpi, unë sigurisht do t'i çajnë në shtëpi për arsye se kryesuesi ka drejt derisa të edukohen mos me thirr seancën. Nënkryetari Zariqi gjithashtu tha se nuk është mlef i tij, se nuk janë votuar pikat, madje ai u jep të drejtë këshilltarëve që të mos i votojnë pikat pa kaluar në Komitetin për Politikë dhe Financa. Absolutisht është pjesë e mlefit, sepse unë e kam thonë, e kam deklaruar. Derisa është shku një material pas materialit që është dërguar zyrtarisht nga Komiteti për Politikë dhe Financa, është të drejtë e secili delegat me pranu ose mos me pranu, sepse nuk është diçka që është miratuar nga një organ përkatës i cili është përgjegjës për përgatitjen e materialeve seancës. Në seancën e Kuvendit Komunal të mbajtur ditë më parë, Moll Sherri ishin disa pika të propozuara për rend të ditës, e të cilat nuk kishin ardhur përmes KPF-s, me që rast nuk morën dritën e gjelbërt nga këshilltarët, pasi sipas tyre nuk kanë ardhur me kohë dhe në mënyrë të rregullt nga udhëheqja e shumicës në Kuvend.